Ditën e nisjes së detyrës, Ministrja e Shëndetësisë Visala deklaroi se një nga 5 premtimet e saj si prioritete emergjente për rritjen e efikasitetit të shërbimit shëndetësor për popullatën ishte shtimi i listës së barnave të rimbursueshme dhe përmirësimi i cilësisë së tyre. Këtë prioritet Ministrja e Visala e zbatoi në të kundërt duke rritur çmimet fshehurazi në pazar me pronarët e kompanive të ilaçeve, me kosto të lartë financiare për të sëmurët kronik, shumica pensionist. Pra, të sëmurët që përfitojnë ilaçe me rimbursim, pjesën e parimbursueshme do ta blejnë me çmime më të larta se deri më 31 dhjetor 2025, pasi prej datës 1 janar 2026, Ministrja e Shëndetësisë Visala në bashkëpunim me tregtarët e ilaçeve ka rritur çmimet. Sipas llogaritjes së çmimeve të rritura nga Ministria, rezulton se vetëm nga lista e rimbursimeve të sëmurët kronik për të njëjtat ilaçe si lloj dhe sasi, do të paguajnë rreth 48 milion euro më tepër në vit, shumë që përkthehet në rritje fitimi për tregtarët. Skandali i ministres Sala qëndronte për llogaritja fiktive të çmimeve të ilaçeve në listën e rimbursimit me rritje që variojnë nga 3% deri në 4000%, fakt që tregon se nuk kemi të bëjmë me reformë shëndetësore apo mbështetje të sëmurëve, por me zhvatje të tyre dhe favorizim të tregtarëve të ilaçeve. Kjo është aferë financiare në dëm të qytetarëve, sepse për disa ilaçe dhe materiale mjekësore janë bërë rritje minimale të çmimeve, ndërsa për shumicën e tyre janë vendosur rritje ekstreme të paprecedenta në 20 vitet e fundit. Nëse shqyrton listën e barnave të rimbursueshme që u janë rritur çmimet, konstatohet se përfituesit më të mëdhenj nga kjo rritje janë kompanitë e ilaçeve të Tom Doshit, deputetit të Partisë Demokratike Kliti Hoti, kunatit të tij Dorian Sadiku, Janis Karathanos, Klodiana Llojbeut, Rasim Hamzarajt, kushëri dhe ortaki Petrit Vasilit, si dhe trafikantit dhe kontrabandistit Ilir Shehu, ortak në biznesin e ilaçeve me bashkëshortin e Olta Xhaçkës. Përveç çmimeve të larta këtyre përfituesve, Ministrja e Shëndetësisë Visala dhe Drejtori i Fondit të Kujdesit dhe Sigurimit Shëndetësor Arti Papajani u kanë shtuar në listën e rimbursimit edhe më shumë lloje ilaçesh dhe materialesh mjekësore. Nuk pretendohet se formulën e përllogaritjes së çmimeve të ilaçeve e ka hartuar personalisht Ministrja e Visala, por ajo e ka pranuar pazarin e tregtarëve për rritjen e çmimeve dhe e ka miratuar menjëherë, gjë që logjikisht nuk mund të ketë ndodhur pa përfitimin e saj. Nëse rritja e çmimeve do të ishte uniforme për të gjitha ilaçet e listës së rimbursueshme dhe në raport të arsyeshëm me tregun, ajo do të bëhej përmes konsultimit me të gjitha palët e interesuara. Por kur diferencat e rritjes së çmimeve të ilaçeve variojnë nga 3 deri në 4000% dhe vendosen fshehurazi, kemi të bëjmë me aferë korrupsioni ose më saktë me një skem vjedhje të organizuar që ministria dhe tregtarët e ilaçeve po u bëjnë të sëmurëve.